Mbi 200 motoresa nga Kosova dhe Shqipëria u gjetën këtë të diel në bjeshkët e Pashtrikut, duke përshkruar shtekun e lirisë nga Kushnini deri në majet e Pashtrikut, në një aktivitet që bashkoi adhuruesit e sportit të motorizmit, natyrës dhe të historisë. Organizimi u bë nga shoqata motoristëve të Hasit të Prizrenit Enduro Pashtriku, në nderim të heronjeve të ushtrisë çlimtare të Kosovës. Për shumë prej pjesëmarrësve, udhëtimi në shtigjet malore mes Kosovës dhe Shqipërisë ishte më shumë se një garë apo aventurë sportive. Atë përshkruan përvojën si një kombinim emocionesh, adrenalin dhe krenarie për historinë që mbart kjo zonë kufitare. Motoristët thanë se terreni i Pashtrikut ofron një nga përvojat më të veçanta për sport, për shtigjet e pisura, pyjet, livade alpine dhe pamje panoramike që lidhin bjeshkët e Kosovës me ato të Shqipërisë. Shumë prej tyre vlerësuan mikpritjen dhe organizimin, duke theksuar se ngjitja në këto male sjell ndjesi të veçantë lirie dhe afërsie me natyrën. Drejtori i turizmit në komunën e Prizrenit Adem Morina deklaroi se aktiviteti shënon nisjen e një festivali të ri që synon të promovojë sportin e motorizmit dhe potencialin turistik të bjeshkëve të Pashtrikut. Sot po fillon një festival i ri që promovon sportin e motorizmit dhe turizmit malor në bjeshkët e Pashtrikut, një zonë që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999, por edhe më herët, tha Morina. Organizatorët synojnë që ky aktivitet të shndrohet në një traditë të përveçme, duke u kthyer Pashtriku në një nga destinacionet më të rëndësishme për turizmin dhe për sportet malore në rajon. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.